Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, shumë të rinj në qytetin e Korçës do të ushtrojnë për herë të parë të drejtën e votës, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm në jetën e tyre qytetare. Ata shprehen se ndihen të motivuar dhe të ndërgjegjshëm për përgjegjësinë që mbart ky proces, pasi përmes votës duan të japin kontributin e tyre në vendimarrje. Tani kam mbushur 18 vjet dhe ndihem mirë për këtë fakt, sepse më në fund do të gjoj zërim dhe mendimi im do të merret për bazë dhe në bazë të arsyeve të mia dhe interesave të mia që kam mbi arsimin, mbi perspektivën që kam për jetën dhe shkollën, universitetet që do vazhdoj, do jap mendimin tim. Është një eksperiencë e jashtëzakonshme sepse më në fund zërim do të dëgjohet për herë të parë. Padyshim që kam një emocion të veçantë. Ishte një çast që mezi e prisja për gjithë këto vite me radhë. Po, votoj për herë të parë këtë vit dhe ndihem shumë entuziaste sepse për herë të parë ashtu si zëri të gjithë moshatarëve të mi dhe imi do të dëgjohet. Dhe shpresoj shumë që të dëgjohet dhe të votohet më e mira për të gjithë, jo vetëm për mua. I informuar jo vetëm mbi programet e partive dhe kandidatëve, por edhe për mënyrën se si funksionon procesi i votimit, të rinjt theksojnë se ndihen të përgatitur për të qenë pjesë aktive e zgjedhjeve. Po, e kam ndjekur nga larg në fakt, nga rrjetet sociale dhe kam informacionet bazë për këtë gjë. Dhe gjithashtu jam konsultuar dhe me prindrit dhe i di informacionet bazë që mund të ketë në lidhje me fushatën, me partitë, me kandidatët. Padyshim që më intereson perspektiva e kandidatëve të partive në lidhje me rininë, pra mënyrën se si ata do të ndihmojnë rininë e këtij vendi. Po, kemi bërë takime edhe nga KSZ-ja dhe na kanë informuar shumë mirë se si ne duhet të përgatitemi atë ditë për të votuar. Për shumë prej të rinjve, pjesëmarrja në zgjedhje është edhe një shenjë e maturimit dhe e përfshirjes më të gjerë në shoqëri, ndërsa theksojnë se vota e të rinjve ka një peshë të rëndësishme në formësimin e së ardhmes.